Kryetari i komunës Shaqir Totaj ka pritur në takim zyrtar konsullin e ri të përgjithshëm të konsullatës së Republikës së Turqisë në Prizren, ekselencën e tij Fatih Topço. Ai pas së takimit tha se mirëprita sot konsullin e ri të përgjithshëm të konsullatës së Republikës së Turqisë në Prizren, me që rast të njoftova për karakteristika dhe potencialin e qytetit të Prizrenit, si dhe për zhvillimet e fundit në sfera të ndryshme. Në fokus të bisedës kishim themelimin e bashkëpunimit përmes projekteve konkrete që do t'i shërbejnë drejt për drejt qytetarëve të Prizrenit, tha kryetari Totaj. Sot e pata rastin që për herë të parë me taku zotin Fatih, konsulin general të Republikës Turke në Prizren. Ne kemi fat që kemi konsulatën e Turqisë këtu si një shtet mik i cili na ka përkrah në kohët më të vështira edhe vazhdon të na përkrah. Ishte vizita e parë si vizitë e njoftimit e kurtoazisë. Natyrisht biseduam për gjëra të përgjithshme të përbashkëta, po dhe u dakordum që në vijim, pasi të kemi koma tepër pas zgjedhjeve, të vazhdojmë bisedimet tona për projekte konkrete, qysh mujmë edhe ma tepër me kontribu që relacionet shumë të mira që ka Kosova, sidomos Prizreni me Turqinë, t'i begatojmë edhe ma tepër me projekte të reja konkrete, edhe të krijojmë kështu ura të reja miqësie në mes të Prizrenit, Kosovës edhe Republikës Turke. Të ambasadori e pas një vullnet, një energji shumë pozitive dhe jam shumë i sigur që do të ketë rezultate të mira në bashkëpunimin tonë. Konsulli i ri i përgjithshëm i konsullatës së Republikës së Turqisë në Prizren, Fatih Topço, tha se sot isha në këtë takim dhe pas emërtimit tim nga shteti i Turqisë në këtë detyrë, së pari kam kontraktuar shumë qytetarë dhe kam gjetur mikpritje bujare. Unë erdha për të takuar kryetarin e komunës Shaqir Totaj për ta pasur mundësinë e bashkëpunimit në të ardhmen dhe të shtojmë bashkëpunimet tona në shumë drejtime, pasi që Turqia dhe Kosova konkretisht Prizreni kemi një bashkëpunim të shtuar ve të hershëm. Buradaki göreve başlamamın ardından burada çok güzel bir ortam buldum şehirde, Prizren şehrinde ve gördüğüm diğer yerlerde. Kosova bizim dost ve kardeş olarak gördüğümüz bir ülke ve onların vatandaşları, bizlerin çok kültürel, tarihsel yakınlık duyduğumuz dost insanlar. Onlarla ilgili olarak düşünceler, yani çok güzel düşünceler sahip oldum bu kısa zaman içerisinde. Buraya uyumum. Nga dita e parë unë jam njoftuar me popullatën e Prizrenit, cilën mujta me vlerë është një farë ngrohtësie, edhe normal bashkëpunimi ka hershëm me shtetin e Turqisë dhe unë besoj dhe shpresoj që në të ardhmen do të kemë bashkëpunim në përforcimin e marrëdhënieve mes Prizrenit, përgjithësisht Kosovës dhe Turqisë. Sot pata rastin mu taku me kryetarin zotërit Totaj, ka qenë takimi i parë edhe një takim kurtuazie, ku diskuton në përgjithësi marrëdhënie, çdo qytetar i Prizrenit edhe në përgjithësi edhe nga shteti turq, këtu do të jemi të ndihmojmë të hesim punë të mbarë, jo vetëm për qytetarët Prizrenit, por edhe për komunitetet, sidomos komuniteti turk. Takimi i sotëm u tha se ka për qëllim të hapet bashkëpunimi mes komunës dhe konsullatës turke në Prizren.